Drejtuesja e njësisë për zgjerimin në Komisionin Evropian Sigrid Bretel zhvilloi një vizitë pune në Qendrën e Formimit Profesional në Vlorë. Shoqëroi nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Klevis Sysa, përfaqësuesja e Komisionit Evropian në vendin tonë, shoqëruar nga drejtori i Qendrës së Formimit Profesional në Vlorë Ergys Alushi, e njohur përfaqësuese në Bashkimit Evropian më nga afër me kushtet e kabineteve të qendrës. Drejtuesja e njësisë për zgjerimin në Komisionin Evropian bashkëbisedoi me kursantët, u informua për historikun e qendrës dhe për formimin profesional të kursantëve. Nga ana e tij, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Klevis Sysa, tregoi për projektet që zbatohen për trajnimin, formimin dhe punësimin e të rinjve, garancinë rinore, aftësinë digjitale të nxënit në vendin e punës, bashkëpunimin e qendrës me zyrën e punës e të tjera hollësira nga veprimtaria e AKP-s. Në përfundim të vizitës, zonja Bretel shpreu vlerësimin për punën që po bëhet në Qendrën e Formimit Profesional Publik në Vlorë, shijoi gatimet e kursantëve të kursit kuzhinier dhe mbolli një pemë ulliri në lulishtën e institucionit në shenjë të kësaj vizite. Nëpërmjet një komenti në rrjetet sociale, drejtori i Qendrës së Formimit Profesional në Vlorë Ergys Alushi shprehet: "Pata rastin dhe njëkohësisht kënaqësinë t'i dhuroja përfaqësuesës së Komisionit Evropian në Shqipëri, Sigrid Bretel, librin Guid, Vlora, rrugëtim përmes natyrës dhe historisë. Keni qytet të bukur, por e njohin shumë pak. Ky libër do të më ndihmojë ta njoh më shumë e të rikthehem sërish", ishin fjalët e saj, shprehet Alushi.